Debatet mes Gjestit dhe Olës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 po vazhdojnë të bëhen gjithnjë e më të ashpra. Së fundmi, dyshja janë përplasur sërish në obor, ku tensionet mes tyre arritën kulmin. Në një moment gjatë diskutimit, këngëtari nga Peja i është drejtuar Olës me fjalët: "Si e për lule ti, je për darka, të ftoj unë në krevat, për tjetër gjë si e ti." Kjo deklaratë e Gjestit ka ngjallur reagime të shumta mes ndjekësve të formatit, të cilët kanë shpërthyer me komente në rrjetet sociale. Disa e kanë kritikuar ashtë për gjuhën e tij, duke e konsideruar ofenduese, ndërsa të tjerë kanë mbajtur qëndrim neutral, teksa e kanë parë si pjesë të lojës dhe dinamikës mes banorëve. Nuk është hera e parë që Gjesti dhe Ola përplasen mes tyre, pasi gjatë qëndrimit në shtëpi ata kanë pasur disa përballje të forta. Pritet të shihet nëse ky debat do të ndikojë në strategjinë e lojës së tyre apo në raportin që ata kanë krijuar brenda shtëpisë.